Nëse do të bëj një krahasim ndërmjet tregut muzikor dhe tregut mediatik, kush është më i vështirë? Cili është më i vështirë pas teje? Vështirësi janë njësoj, vetëm se tregu... Për të qartë, për të hyrë. Për të hyrë me që ti duhet të bësh pjesë e këtij tregu. Mendoj, është pak më vështirë. Sot për të hyrë mund të hysh në çdo lloj mënyre, nuk do ta them, po mendoj artistik sepse aty hyn pak ego e artistit, që unë kam këngë më të bukur, unë kam emocion më shumë, unë kam krijuar këtë, kurse moderimi, le të themi, është pak më i ftohtë, pak më teknik, kurse artistik është pak edhe subjektive, e pëlqesh, nuk pëlqesh. Dhe mendoj që britesh më shumë se sa. Po. Si duke qenë ndjenja në mes, duke qenë pjesa shpirtërore që ti jep, është më se normale që dhe britesh më shpesh. Shumë e vërtet, britesh pak më shumë dhe duhet japësh kohë vetes që të rifutesh në studio, të rikrijosh, të rishkruash, kurse moderimi, mbaron një program, nuk bëhet ky tjetër, do dalë një tjetër, është pak më e ftohtë situata. Ky podcast është prodhim i Onovos.